E para shpati se kur larg qoftë kur ndodh që hikën dikush nga jeta, të bëjnë hero, të gjithë të bëjnë hero. Si do bëjmë gjithë, një ditë, do bëjmë gjithë, ishim më të mirët. Sa jemi gjallë, nxjerrim vrerë, mirë shpati që iku për vetë ti. Djali i ri, djali në moshë, djali i pamshëm, këngëtari i mirë, se duhet ta themi edhe këtë, këngëtari i mirë, sidomos për malçorët, me aq sa kam dëgjuar. Me shpatin jemi njohur në Tiranë, rastësisht, parasisht, mes miqve. Nuk është se kam një eksperiencë me shpatin miqësore, do të flas gjithmonë diçka të veçantë nga të tjerët, por që ishte djalë i thjesht. Dhe mua më pëlqejnë njerëzit e thjesht, që janë me këmbë në tokë. Pra ishte siç ashtu dhe rezatonte ajo buzëqeshja. Për mua atë pash atë njoha. Ishte djalë i përkryer, të tjerët janë shumë të tepërta. Mirë ai që iku dhe prindërve të tij. Nuk e di ka prindrit apo jo. O ka nënën edhe jati shndruar jetë shumë vite më parë, po artak kardiak, pra e ndoqi fati i tij. Do shta është diçka trashëgimtare, nuk e di, ndoshta nga vaksinat, nuk di çfarë them, se s'mund ta di. Doktorët e dinë që mos marrin profesionin atyre se e ka fjalën kur flasim ka bërë ka zënë vend dhe ky detaj këtë ditë që ndoqi fati i tij. Kur flasim në përgjithësi, po. Kur flasim në përgjithësi, bëjmë dhe avokatin, bëjmë dhe gjyqtarin, bëjmë dhe politikanin, bëjmë dhe të gjithë. Gjitholog, me pak fjalë, siç kemi prej disa vitesh që i bëjmë shumë ekspert në Shqipëri. Ajo e keqe që ka zënë Shqipërinë është që duhet pastrohet llumi nga plaku mere, nga të gjatit, nga të shkurtrit, nga çfarë janë, çfarë nuk janë, se vëllan nam çfarë nuk po dalin. Imagjinoje çfarë tjera janë që nuk po dalin. Por nga që e kemi të shpati sot dhe mos nga trajmë temat, më vjen vërtet shumë keqardhje, nuk do qaj, se do shtirem, do bëj sigur qaj në ekran, apo nuk do qaj sepse quaj më burra ata që qajnë me shpirt, se sa qajnë e fërkojnë syte, andaj këtej pikloti nuk bie, të tepër, ta pash disa që nuk duhet të them, ai tjetëri iku është gjinaf, iku djali i ri, kaq, iku djal në moshë, iku djal me një karrierë të ngritur, më vjen keq vetëm për nënën e tij, në rast parë, edhe për fëmijën e tij. Për gruan e tij nuk e di se gratë sot janë këtu, nesër janë kiu-fiu, kur thon. Por pa gjykuar asnjëri, por jeta vazhdon, nuk e di nëmë kupton. Kjo mund ndodhte unë, mund ndodhte te shpati, mund ndodhte, po të ndodhte kundërta, me thënë që të vdes gruaja. Do thuash ti inshallah zot. Jo më jo se gjuna për ato, por duhet ta them që mendimi im mirë ai që iku. Ishte djalë i ri, ishte djalë në moshë, ishte i pamshëm, se të gjitha këto duhen thënë. Kur është dikush që ka bërë diçka, ose është njohur në këtë publik për ashtu si është njohur, për atë që është njohur. Shpati është njohur si këngëtar. Pastaj parësisht se me Delon Hoxhën si aktor apo njërën tjetër çfarë vazhdoi, por që edhe Deloni, ku më kujtohet Deloni, që në fillim kur pinin cigare bashkë në rrugët e Tiranës. Se më erdhi tashti, mirë shpati që. Por ju thatë pak më lart që edhe në këtë rast, për këtë ditë, pra pat hipokrizi të madhe. Mirë ata që janë kaq të vegjël, nuk dua zgjatem më tej. Se zakonisht i kam thënë gjëra shumë troç, këtë tutje do mundohem të mbaj një nivel, se tash të qaj përse. Mua më vjen keq se iku si njeri, iku një djalë i ri. Iku një njeri që bënte një gjë shumë të bukur bënte. Edhe ka bërë këngë që ka ngelur. Apo jo? O trashëgimia. Lule kosovare si ka qenë, po. Ajo kënga e tij, Lule kosovare si ka qenë, nuk e di se si. Valle kosovare, po. Valle kosovare, më fal, po. Një kryevepër si këngë, që kemi kënduar gjithë, edhe unë që jam lab kur i thon nga Vlora, e kam përshpëritur ndonjëherë parësi se nuk më shkon apo më shkon, do e kemi përshpëritur gjithë, është këngë që ngeli. Prandaj mos por sa ishte gjallë shpati, kush e donte? Se mos i nisemi tash. Aty duket njeriu. Sa je gjallë, kush të vlerëson, kush të nderon, kush të kaq e thjesht. Madje kur ikim tash i qajm, përpara disa muaj ishte në qendër të medias për një rast që për një sherr të thashë edhe nuk është të kishen u pa ndonjë mbështetje aq e madhe sa çu zbulua tani që kjo që po thoni ju që mbaje mend se nuk e di çfarë ditë do ikë, se po ta dija do bëja ditëlindjen time përsëri, sigur linda edhe një herë. Se di që do ikë, do shpëtoj. Do bëjmë lengjen, mbajeni mend kush do jep, jo unë, por çdo arian. Sa je gjallë nuk të vlerësojnë atë që ti bën, nuk të vlerësojnë që nuk më futen në llumin ku janë gjithë
Kazani, si që ka thënë ai Karagjozi gjatë që Palloshit çfarë po bën. Janë atë lumin, janë futur gjithë, edhe kur hedhin në lek ulën me vrap, mos i nisemi aty se nuk ka. Megjithatë, më vjen shumë keq për temën e shpatit.